Dita e 18. Hans Gusflesch, rreth viteve 1400-1468. Reformatori I rastësishëm, nga Rik Segal. Hans Gusfleshi u bë burr në kapërcyellin mes shekujve 14 dhe 15, në një kohë kur fryma mbizotruese asaj epoke ishte Perëndia duhet të jetë I zemëruar me ne. Prindërit dhe gjyqërit e tij ishin brezi që dëshmoi se si murtaja e zezë shvarosi 1/3 e popullsisë së kontinentit. Në disa fshatra të kontinentit vdiq deri 60% e popullsisë. Hansi lindi në një familje të shtresës së lartë. Babai ishte argjendar dhe njerëzia e quante shoku I bankës, sepse ai priste monedha dhe krijonte medalione. Teksa vërtitej në punishten e të atit në fëmijërinë e tij, nuk ka dyshim që mahnitej me punën që bëhej atje, dhe mbase dha ndihmën e vet për shtampimin e monedhave. Metali I shkrirë derdhej në përkallëpe. Imagjinoni disa tepsi të vogla keku me shkrime dhe imazhe. Kallëpet bëheshin prej një materiali mjaft të fortë për të lënë një imazh mjaft të qartë në monedhë. Vetë kallëpi gdhendej me imtësi prej dorës së mjeshtrave, që përdornin mjetësit të argjendarit për ta gdhendur çelikun me çelik mjaft lehtësisht, sikur të ishin duke lyer bukën me gjalp. Nisma e dështuar. Fatkeqësisht, Hansi nuk do ta trashëgonte biznesin e familjes. Një kryengritje e argjendarëve kundër punëdhënësve, në të cilën u përfshi edhe babai I Hansit, e detyroi familjen që të zhvendosej në Eldville. Prandaj, Hansit ju desh të kërkonte mundësi të tjera punësimi. Pas shkatërrimit që solli murtaja, katolicizmi nxiti krijimin e një tregu mjaft të madh për mallrat dhe shërbimet fetare. Përveç bërjes dhe shitjes së ruzareve, medaljoneve, ikonave dhe kryqeve që bliheshin nga besimtarët dhe pendestarët, u ngrit një industri e madhe turistësh që tërhiqte qindra dhe mijëra pelegrin katolik që dëshironin fort të shihnin reliket e sjella nga toka e shenjtë. Syri I kaut ishte një medaljon me një pasyrë, të cilën e mbaje me vete kur vizitoje reliket. Ideja ishte që nëse pasqyra e medaljonit kapte reflektimin e një relikeje, e kishte të sigurt marrjen e një bekimi prej saj. Katedralja e Ahenit ruante 4 të ashtu quajtura relike të mëdha, dhe kështu është edhe sot. Pelerina e Maris, pelenat e Krishtit, veshja e shëngjonit kur I pren kokën dhe peceja e këllçeve të Krishtit. Hans Gusfleshi hapi një biznes që kishte për qëllim të merrej me tregun e syve të kaut në pelegrinazhin e vitit 1439 në Ahen, gjatë të cilit mendoi se 100.000 pelegrin do të vizitonin qytetin. Duke shfrytzuar përvojën e tij në bërjen e monedhave, ai planifikoi prodhimin e rreth 32.000 copëve sy kau, dhe kjo punë do t'i siguronte një fitim 2500% mbi kapitalin e investuar. Fatkeqësisht, ai ishte një vit me pjesëmarrje të ulët nga pelegrinët. Nisma e tij dështoi. Hansi dhe investitorët e tij humbën gjithçka, madje shitën dhe rrobat e trupit. Por gjatë procesit të prodhimit të syve të kaut, krijuan një pasuri të rëndësishme intelektuale. Limonët I bëjmë libra. Përcjellja e njohurisë po kalonte nga mënyra gojë më gojë në manualet e shtypur, doracakët, tregimet dhe historitë. Njerëzit dëshironin të blinin dhe të zotëronin libra. Shumica e kërkesës plotësohej nga kopjuesit dhe shkruesit të cilët, kur punonin me zell, mund të ishin në gjendje të përfundonin një volum të vetëm të një komentari të Biblës çdo 5 vjet. Risia e shtypjes me bloqe druri ndihmoi në përmbushjen e kërkesës për libra, por bloqet e drurit bënin shumë gabime, thyeshin kollaj dhe mund të përdoreshin vetëm një herë. Hans Gusfleshi bëri limonad nga limoni I nismës së tij të dështuar me sytë e kaut. Gjatë procesit të zbulimit se si të bënin suvenire për pelegrinët në Ahen, ai ideoi një metodë ndërtimi formash, sipas së cilës, në vend të bloqeve të drurit, radhitej një grumbull karakteresh prej metali dhe kështu krijohej një blok metali, I cili mund të përdorej për të bërë shtypje të qartë, fjalë të lexueshme në një faqe, pastaj të çmontohej, të renditej nga e para dhe të përdorej sërish për të krijuar forma të reja dhe projekte krejtësisht të ndryshme.
Kjo nuk ishte gjë tjetër veç se formë e stampimit, kallëpit, shtypjes, të cilën e pa nga afër në sa e sa raste gjatë fëmijërisë së tij, tek stampon të ushtri të tëra ushtarësh prej plumbi, që ishin përherë gati që të ndryshonin detyrë. Rifillimi i historisë. Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, që njihet si Hans Gusfleshi, vdiq një gjysmë shekulli para se Martin Luteri të gozhdonte 95 tezat e tij në portën e kishës së kështjellës në Wittenberg. Ai nuk predikoi asnjëherë, kurrë nuk shkroi ndonjë traktat teologjik. Në fakt, Hans Gusfleshi, përveç Biblës që mban emrin e tij, Bibla e Gutenbergut, bëri goxha para duke u marrë me shtypjen e indulgjencave të papës. Ai ishte reformator i rastësishëm, ose më mirë të themi, prej hirit të zakonshëm. Por standardizimi i industrisë së shtypit me sistemin e shkronjave të plumbit të Gutenbergut krijoi kapacitete prodhimi dhe shpërndarjeje, të cilat bën të mundur që librat e Luterit të arrinin 30% të tregut të jashtëzakonshëm prej 7 milion librash të botuar në Gjermani nga viti 1518 deri në vitin 1525. Kinezët e kishin shpikur shtypin me shkronja plumbi 7 shekuj më parë, por sistemi i tyre i shkrimit ishte tepër i ndërlikuar për t'u përdorur. Bota muslimane i rezistoi përdorimit të shtypit për 400 vjet pas shpikjes së shkronjave të plumbit. Prandaj, gjatë një periudhe të pashoqe të historisë njerëzore, Perëndia ngriti një zanatçi të pasuksesshëm, me qëllim që të përgatiste udhën që një murg i munduar frymërisht dhe pasuesit e tij të zbulonin nga e para fjalën e Perëndisë dhe të rifillonin historinë e shpengimit.